Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakave. Do bëjmë leximin e radhës të dashur binjak dhe po fillojmë me një shpejtësi të madhe, një energji që vjen me shpejtësi, kalorësi Michaelit, vendosmëri dhe fokus. Diçka në jetën tënde është duke lëvizur apo po dëshiron të lëviz me një ritëm kogja të shpejtë, dashur binjaka, dhe do të ndjeni gati për të vepruar. Uroj vërtetë, nga që kjo letër këshillon të mos lejoni emocionet të drejtojnë, përdor logjikën, qartësinë dhe analizën që të karakterizon. Një vendim i mençur tani mund të hap një rrugë të re dhe kogja premtues të dashur binjakë. Dhe nënta Arielit është një letër kogja apo një prej letrave më të bukura të suksesit të përmbushjes personale, të dashur. Kjo është periudha kur frutet e punës tënde nisin të shfaqen, t'i prekni, t'i shijoni, t'i shihni. Diçka që ka ndërtuar me durim dhe këmbgulje, çfarëdo që jeni duke bërë të dashur binjakë, së shpejti do merrni rezultatet apo do ta shijoni suksesin e saj. Ke një ndjenjë të fortë pavarësie, sigurie dhe bukurie në këtë fazë. Do filloni të ndjeni shumë mirë në lëkurën e juaj dhe të vlerësoni çdo hap që ke bërë. Bolloku dhe menjohja janë fjalët kyçe në leximin tënd të dashur binjak. Dhe ja ku kam mbretëreshën e Gabrielës, një energji edhe më shumë, ta them kështu, që ndez të gjithë këtë rrugtim tënd, këtë periudhë. Të kujton se mund të bësh gjithçka që dëshiron. Mjafton të besosh tek vetja. Karizma, pasioni dhe gjuarësia jote po të bëjnë magnetik ndaj të tjerëve. Është sikur ajo kudo që vesh, kudo që troket, të hapen dyert. Një energji që, ta them kështu, sikur çdo gjë të shtyhen drejt njerëzve të duhur, që të mund të mbaroni punë të dashur. Pra, kjo është koha për të shprehur idetë, për të marrë hapësirën që meriton dhe për të udhëhequr me vetbesim. Mos e nënvlerëso binjak ndikimin që ke. Je më frymëzues se ç'mendon, sidomos këtë periudhë. Faqe e Michaelit, pak ka ca vetëtima këtu, prandaj dhe ajo letër që ju sjell energjinë e një fillimi të ri, një mundësie profesionale që mund të jetë në punë, biznes, ekonomi, shkollë, një mundësi profesionale, pra ndryshim ndrejtimi që mund të dalin përpara. Është një sfidë e bukur, por kërkon përgatitje dhe kujdes ndaj detajeve. Prandaj këto këtu pak që tregojnë mos nënshkruaj apo mos merr vendime të ngutshme binjak pa lexuar mirë të gjitha aspektet. Kjo është një periudhë ku inteligjenca juaj të mbron dhe të udhëheqë. Të kemi kujdes në çdo gjë që nënshkruajmë apo vendosim apo japim fjalën për diçka. Pastaj vjen 3 të Arielit të dashur që lidh këtë zhvillim me bashkëpunim. Nuk je vetëm në këtë rrugë, keni përkrahje, miq, dashamir, familje, kushdo që të jetë, do të keni pra ndihmë dhe përkrahje, partneritete ose bashkëpunime që do të çojnë përpara. Kjo letër është e artit, krijimtarisë dhe ndarjes së pasionit me të tjerët. Mund të jetë shumë çka. Por, nëse punon në një projekt që kërkon kreativitet, kjo është periudha e duhur për të shkëlqyer. Dhe do shkëlqeni. 7 të Michaelit. Shikoni këtë angel këtu me vëmendje. Dhe personit që në këtë rast jeni ju të dashur binjak, janë 2 rrugë këtu, cilën do vete. Dhe kjo është ajo që po them, do udhëzoheni, do drejtoheni me këtë energji që është, prandaj shfrytëzojeni në maksimum që t'ju zbardhë, t'ju ndriqoj rrugën që do veni. Sjell një paralajmërim të mençur. Jo çdo rrugë që të ofrohet është e duhura. Mund të ketë një zgjidhje më të mirë, një mënyrë më të zgjuar për të arritur qëllimin. Mos prano zgjidhje të lehta.
vetëm për ta mbyllur këtë çështje. Kjo letër të fton të ndalesh, të reflektosh dhe të sigurohesh që çdo veprim përputhet me ato çfarë do. Apo vlerat e tua. Zgjuarësia jote do jetë kësaj radhe mbrojtja e juaj. Të dashur, pra, janë dy rrugë dhe që të mendoni cila do jetë ajo që juve do ju duhet të ju shpërblej në një farë mënyrë apo të ju dërgoj drejt suksesit të dëshiruar. Pra të dashur binjak, kjo është periudha e shpejtësisë, suksesit dhe mençurisë. Do të ndihesh shumë i fuqishëm, më i pjekur apo e pjekur dhe më i vetëdijshme për vlerën tënde. Mos lejo frikën apo ngutjen të prishin drejtimin, sepse je duke hyrë në një fazë ku logjika, pasioni dhe bashkëpunimi do të të çojnë në fitore kogja të qëndrueshme dhe kogja fatgjate të dashur binjak. Pra, vepro me zgjuarsi, fol me zemër dhe mos harro, rruga më e drejtë është ajo që të ngjall qetësi brenda